Në faqen e re nënshkruhet i pari. Por vendosjen e nënshkrimit të peticioni për ndryshimin e kodit penal, homologët e përparim Ramës në për komuna të tjera tashmë e kanë përfunduar. Megjithatë, ky si i pari i kryeqytetit bëri thirrje për edhe më shumë firma në këtë letër, që të dënohet kush nuk i respekton vendimet e gjykatës kushtetuese. Ky peticion pastaj t'i marrë edhe hapat e vet dhe të bëhet pjesë e ligjit, pjesë e ligjit i cili edhe mundson vendimet që kushdo që nuk e respekton ligjin, pra përfundon aty ku edhe meriton, përfundon në burg. Me këtë iniciativë do të ndiqen ligjërisht edhe ata që shpërndajnë para nga buxheti i shtetit në kohë fushate. Ky keqpërdorim i fondeve publike për nevoja partijake sipas Ramës ndodhi 2 herë së fundmi. Në dhjetor edhe tash në qershor ku parat publike janë përdor një farë mënyre për me ble votën. Këto janë gjëra të jashtëligjshme. Kësaj nisme të Institutit të Kosovës për Drejtësi të martën i u bashkua edhe ish-kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka e deputeti i zgjedhur i PDK-s Elmir Reqica. Njëjtë bëri një ditë më parë edhe deputeti i LDK-s Avdullah Hoti. Kur të bëhen më shumë se 10.000 nënshkrime, ky dokument do të dorëzohet në kuvend për shqyrtim tutje.